Nëse njëherë në jetën time e kom shiku Big Brother, është shkaku i gjestit. Okej. Mirë. Arnor, një pyetje nuk mundem asësimi, X duke qenë fytyrë publike, sigurisht që publiku është shumë interesuar për jetën e juaj edhe personale. A e ka gjetë Arnora ende dashurinë, sepse e kom parë në komente që njerëzit shumë interesohen rreth kësaj pjese. Pas emocione jashtëzakonisht të fuqishme, po që janë gjana që cilat duhet me i diskutu, jashtëzakonisht shumë që tjertë me marrë shembull. Kështu që unë jam shumë e lumtur sot që ti ke ndonë gjitha këto me ne. A je duke përcjell Arnor Bigun e Shqipërisë, sepse kemi një lojtar tonin atje dhe Gjestin. Duke se je duke përkra pak. Po. Une edhe nga Kosova ka qenë lojtari preferum, apo shpithojnë tash banori preferum, edhe në pikë Shqipërisë, absolutisht. Banori jam i preferum edhe një djalë jashtëzakonshëm, një djalë shumë i talentuar. Unë shpresoj vëraj që ai e meriton me fitu me gjitha sakrificë, me gjitha të mund. Ajo që më bën përshtypje më së shumti është qetësia dhe urtësia e tij në të gjitha rastet. Ka qenë i bollizum, i paragjykum, që me thonë edhe i kanë mëra dhe shpull edhe tanat, edhe në gjitha këto situata i kanë mri me rujtë qetësin. Mendoj që është një djalë jashtëzakonshëm dhe shpresoj që do ta fitoj. Urojmë, shpresojmë që dikush nga Kosova të marrë atë çmim. Edhe besoj që e meriton, sepse ka dhënë shumë. Gjithkohës ka qenë Ka aktiv dhe dhënë nuk është shumë. ndaj. Edhe ajo që kam pëlqen më shumë se unë ndoshta në jetë gjithmonë i du njerëzit pozitiv, njerëz të harreshëm, njerëzit që bëjnë diçka të bukur, nuk sillen vetëm negativitet. Edhe ndoshta në përgjithësi njerëzit edhe nëpër Big Brother nuk është që ma herët e kom ndjekshëm, për shkak ndoshta të angazhimeve të mia. Tashti, nëse njëherë në jetën time e kom shiku Big Brother, është shkaku i gjestit. Okej. Mirë.